Dhe një prej personaliteteve të radhës është edhe Jusufi a.s. Para mendone, si kur ta kishim trajtu situatën e Jusufit a.s. nga këndvështrimi momental, nga ajo që shohim moment. Kur është hudh në pus Jusufi a.s. është hudh për me dek, për mos me dali gjallë. Se u ka bajt në ndërgjegje avnazëve, edhe pse kanë dash me pa të vdekur, por prap s'kan mujt në thellësinë e shpirtit vet, s'kan mujt me vrarë me dorën e tyne, ka thonë hajt s'pe vrojmë me dorën tonë, po pe hudhim pus e që aty e gjen vdekja. Edhe sikur të ndalej njeriu të mendonte, kjo do duhet ishte humbje për Jusufin a.s. Se ishte djalë i ri, ishte fëmijë. Si ka mundësi fëmia me dalë pi bunarit? S'ka mundësi. Por në momentin që për disa tjerë kjo ka qenë humbje, për Jusufin a.s. ka qenë fillim, ka qenë fitore. Që aty i ka fillu ngritja. E në sa në pus e tjetës jemi na sot, sa në kanë hudhën pus, e sa në gjujnë, e sa në persekujtojnë, me unë dalë dhe me mendu tash që vlera jonë është në basa asaj që duke në ndodhë aktualisht, na duhet me mshel kapitujt e jetës e me thonë s'pas ka vlerë. Nuk qenë kemi asgja, por kështu nuk funksionon, kështu tek Allahu nuk shkojnë gjanat. Qatër kur ti mendon që është fundi yt, besoni që mund tjetë fillimi yt. Qatër kur ti mendon që është humbja jote, është fitimi yt. Qatër kur ti mendon që je në errësirë, vetëm se ka me fillu drita e ngritjes dhe përndritjes tënde. Ka me fillu, është e pashmangshme. Prandaj Allahu përmes Jusufit a.s. na tregon një gjë të tillë. Edhe na thot, edhe sikur këtë bota mu çu në kam, edhe me të nënçmu ty, edhe me të përsekutu ty, edhe me të bëu atentat, me dash me të vrarë ty, mos harro se jetën e ke në dorë të Allahut. Vlerën e ke tek Allahu, jo tek njerëzit. Nuk mund kërkush ty me ta marr jetën pa thonë Allah. Nuk mund kërkush ty me ta paksu pasuninë pa thonë Allah. Nuk mund kërkush ty me ta hub vlerën nëse vetës nuk ja hub vlerën. S'ka mundësi. Absolutisht s'ka mundësi. Sepse nëse tek njerëzit harrohen vlerat tua, tek Allahu nuk harron kur. Nëse në evidencat e njerëzve harrohen mirësitë e tua, vlerat e tua, vallahi në evidencat qiellore, në regjistrat qiellore nuk harrohen. Ato shënohen. E Allahu nuk ja humb vlerën askujt. Sa njeri është luftu, e është persekutu, e është harru, por pas një kohë shumë të shkurt ka dalë si hero. Ka dalë si njeriu më i ngritur, sikur se doli Jusufi a.s. Ata që e mendun të vdekur pej familjarëve të vet, nuk ja ka marrë mendje që nesër bëhet lideri i Egjiptit. Bëhet personi që ka komplet pasurinë, ekonominë edhe politikën e Egjiptit në dorë, se një fjalë e Jusufit e dridh ke vendin, edhe mbreti ja bëj kaminin. Pse? E ka ditë kush është Jusufi. E ka shpëtu hero i kombit, e ka shpëtu Egjiptin për një katrahurë të madhe. E ngriti Allah, edhe i realizoi ëndrrën, edhe i ran sejdë dhe këtë komplet që ashtu që ka pa në ëndër, në shenjë nderimi dhe respekti për ta. Sepse Allah është ai që i ruan vlerat tona. Andaj besimtarët Allahut, kur mos u ndalni në momentet e sprovave, në momentet e ballafaqimeve dhe të sulmeve që mundi mi përjetu nga dikush tjetër. E aq më tepër, kur mos e ndërlidhni vlerën e juaj me gjendjen aktuale që e keni. Njeriu është krijesë që do të sprovohet, është e plogësht, njeriu do psohet shumë shpejt, konsumohet shumë shpejt. Me ndal edhe na me vlerësu veten në bazë asaj që na ndodh jetë, na do të më thonë që s'kemi vlera fare. Pa ku na vjen ndonjë goditje e më njëhershme, na plagështomi, por kjo s'do të thonë që ti i pavlefshëm. Nëse dikush fol keq për ty, shpif për ty, kjo nuk do të thonë që ti je i tillë. Nëse dikush thur komplote kundër teje, kjo nuk do të thonë që ata kanë me pas sukses. Absolutisht. Prandaj kur mos e nënvlerësoni veten tuaj. Edhe nëse jemi gjunaqar më të mëdhej, prap nuk lejohet me nënvlerësu veten. Vetë fakti që jemi gjallë, kjo tregon se Allahu po na don, po na vlerëson, po na jep kohë na me përmirësu gabimin. Vlera jon humb atë kur ne nuk pendohemi, jo kur gabojmë, jo kur mëkatojmë. Kur mëkatojmë, bëjmë gabim, por nuk na humbim vlerat. Mirë, po kur nuk pendohemi, atëherë i humbim vlerat tona. Kur e shohim gabimin, e kuptojmë gabimin, se përmirësojmë gabimin, atëherë i zbehim vlerat tona tek Allahu i madhrishëm. Por çdo herë Allahu, me mëshirën e tij të pakufishme, na mëshiron, na jep mundësi që ne mi ruajt vlerat tona, përmes pendimit sinqert, përmes përmirësimit gabimeve tona, përmes afrimit me fjalën e Allahut dhe me sunetin e Resulullahut alayhi salatu wasalam, përmes shoqërimit me njerëz me vlera. E vetëm kësaj ne i ruajmë dhe i shtojmë vlerat tona
dhe njëherët nuk lejojmë që me nënvlerësu veten. As ne, e as me i leju tjetë me nënvlerësu neve.